e gjithë koha në dispozicion deri në datë 30, është një kohë e çmuar dhe dobishme për të parafruar gjithmonë më shumë qëndrimet që nuk më duken absolutisht të largëta, pasi korniza e vetingut, siç njihet tashmë me termin e tij ingjlisht apo më thënë i vlerësimit, është tashmë e përcaktuar në kushtatut dhe nuk besoj që jo me vullnet një mos të harriet një menatim konsensual i cili gjithsesi më duket relativisht më i thjeshtë për të vekon përmbajtjes së tij dhe asaj që shikon të gjithë raport me sfidën madhore të kaluar së bashku në takon kushtatutës. Kështu që besoj që ka hapësirë dhe kohë dhe mundësi për reflektime për të arritur në një miratim konsensual i cili do ishte i dobishëm për të vazhduar në atë frymë që reforma ka filluar që mas miratimit në mesnatën e 22 korrikut. Zoti Vasili, Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim duket se kanë të kaluar një ngërç në marrëdhënien mes tyre, të paktën sa i përket reformës. A mund ta konfirmoni këtë? Mund të konfirmoj që vazhdojmë kemi një në përgjithshmëri për reformën, kurse ngërçi nuk e kam parë gjikundi, është një atribut që po ale juve të mediave të administroni ju. Ne nuk kemi pasur ngërç, kemi pasur koherent dhe vazhdojmë kemi koherent. Zoti Vasili, po për LSI-n si parti e dytë në qeverisja, ka nevojë qeveria për ndryshime, për ta përdorur këtë pastaj edhe si kartë elektorale për t'u treguar votuesve se ata që nuk punojnë mirë edhe ndëshkohen? Kur dikush i mungon impenjimit apo se zgjedh për detyrë, nuk ka për këtë moment elektoral apo para elektoral, ai njeri duhet patjetër të lëvizë sepse duhet i hap rrugën dikujt i cili përfaqëson LSI-n dhe politikën e vendit apo përgjithësinë e atij pozicioni zyrtar në më të mirën e vet. Kështu që në këtë frymë kemi parë dhe ne siç e keni ditur dhe sikur e keni parë, nuk kemi parë ndryshimin e njerëzve, pozicioneve, politikave në funksion të ditës apo të çështjeve elektorale, por kemi parë në frymën e kësaj përgjegjësie. Dhe kështu do shikojmë vazhdimisht.